pa patur as hetues të BKH, as shish në dispozicion, as oficer të policisë gjyqësore, as prokuror, madje pa dalë fare duke pozuar në foto, sikur po bëjnë gjëmën krimeve zgjedhore. Pyetja ime është, po ju e konstatuat këtë? A e pa zonjën Vokshi që këzënoi live me vajzën nga karteli Xhabafti? Po mua që në vend të Gonxhes më doli padroni i tij Xhabafti që më tregonte se aty do fitonte Rama, apo ju nuk ju rezultoi ky krim elektoral sepse ishte banda e partisë. A ndërhyt ju në ndonjë rast për të goditur krimin organizuar që është i përzier si banda elektorale e partisë në pushtet në zgjedhje? Apo duhet të presim 2029 që të dalë në ndonjë përgjim skaj, siç ndodhi në rastin e Durrësit në 2021, ku rezultonte që krimi organizuar kishte caktuar edhe listën e kandidatëve të PS-s, por ju e konstatuat këtë 4 vjet më vonë. Sa takon krimit të organizuar, siç edhe unë e përmenda, prokuroria e posaçme ka bërë punën e saj, duke regjistruar procedime penale, kryer hetime, ngritur akuzë, kërkuar masa sigurimi dhe duke dërguar për gjykim grupet strukturore kriminale dhe organizata kriminale që u përkasin rrethave kryesore të Shqipërisë. Organizata kriminale të cilat vërtet kanë qenë bërë shqetësim edhe jo vetëm për shoqërinë, por edhe për shtetin dhe për gjithë qytetarët shqiptar. Dhe ne kemi qenë të vëmendshëm edhe sa i takon përfshirjes së krimeve të grupeve të krimit organizuar në zgjedhje, kemi bërë verifikimet tona në çdo rast që që jemi vënë në dieni dhe kemi kryer verifikimet e nevojshme. Patjetër që ka ndoshta shumë punë për të bërë, por ne kemi bërë më të mirë. Mos harrojmë që jemi një institucion me 20 prokuror edhe me rreth nuk do theja 60 hetues, sepse një pjesë e mirë e tyre janë te sektori i përgjimit dhe nuk janë në terren, por rreth 40 sa hetues byros kombëtare të hetimit dhe kemi përballuar prokurorët e posaçëm gjatë gjithë periudhës së fushatës zgjedhore, kanë përballuar një volum pune shumë të madh dhe kanë bërë çfarë ka qenë e mundur në drejtim edhe të evidentimit të rasteve të krimit organizuar të përfshirë në zgjedhje. Patjetër, asgjë nuk ka mbaruar, ne hetojmë në momentin që kemi prova, kushdo që tjetë i përfshirë do vjet para përgjegjësisë penale. Sa i takon përballjes së zonjës Vokshi me Xhabaftin, por edhe ju zoti Noka ju thoni me kartelin e Xhabaftit, tani ne lidhur me këtë kemi ardhur në dieni dhe prokurori i ngarkuar prokurori i Spakut që mbulonte Tiranën ka marrë kontakt direkt, ka qartësuar situatën dhe të përgjigja kemi dhënë zotit Balliu, duket në komision të ligjeve. Dhe kemi verifikuar që nuk ishte kompetenca jona, dhuna që ushtroi ndaj një deputeti. Nuk është në kompetencë tonë, ne kemi deputetin subjekt të posaçëm, po jo dhuna që ushtroi ndaj një deputeti. Dhe ne direkt, patjetër, kemi njoftuar prokurinë e Tiranës dhe ju kemi kërkuar atyre të përfshihen në ndjekjen e rastit.